Në atentatin armatosur pranë aeroportit Nën Tereza, i cili tronditi dje kryeqytetin, mbeti i vrarë Glimando Dani, ndërsa Muçi Sheqeri u plagos rënd dhe aktualisht ndodhet në repartin e reanimacionit të Spitalit të Traumës në gjendje kritike për jetën. Sheqeri u shëllua me 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Ngjarja ka ngritur dyshime mbi procedurat e rekrutimit të Sheqerit, i cili ishte punësuar në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në shtator të vitit 2025 në drejtimin e ish drejtorit Artiol Saliasi. Për këtë, AMP ka nisur verifikime të brendshme për mënyrën e punësimit dhe praktikat administrative të ndjekura. Drejtori i përgjithshëm i AMP-s, Eduard Merkaj, ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të forcës së posaçme operacionale deri në përfundimin e hetimeve për të garantuar transparencën dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Sipas njoftimit të AMP-s, rezultatet e këtyre veprimeve do të bëhen të ditura në komunikimet e ardhshme, ndërsa hetimet për ngjarjen dhe rolin e strukturave përkatëse vijojnë intensivisht